Nga podiumi para kryeministrisë disa orë pas protestës para parlamentit, qytetarët denoncuan dhunën e presidentit ushtruar nga policia e shtetit ndaj protestuesve. Oratorët akuzuan drejt për drejt kryeministrin Rama se ishte ai që kishte urdhëruar këtë dhunë brutale me qëllimin e vetëm shtypjen e protestës qytetare. Protestuesit theksuan se ata nuk do të dorëzohen dhe nuk do të intimidohen për asnjë lloj arsyeje dhe do të largohen nga sheshi vetëm pas dorëheqjes së Ramës dhe qeverisë socialiste. Sot, ndërkohë që ishim mbledhur paqësisht përpara parlamentit që nuk na përfaqëson më, përpara parlamentit që përfaqëson vetëm interesat e krimit organizuar, jemi përballë me një dhunë policore jo proporcionale. Jemi përballur vazhdimisht me dhunë dhe represion policor. Është e turpshme protestën tonë paqësore, shteti jon e sheh si arsye për të nisur dhunën ndaj nesh. Dhjetra prej nesh janë shoqëruar në mënyrë të padrejtë, janë shkelur të gjitha rregullore dhe protokollet policore. E nisëm si në çdo seancë parlamentare, duke parë se si ishte rrethuar nusja dhe shtetërrethimi, po xhiroi filmi atje ke parlamenti sot, dhe sa të trembur ishin nga vezët tona, sa kishin sjell mbi 1000 polic nga gjitha rrethet, 13 furgon ishin nisur nga Shkodra. Në fjalën e tyre, protestuesit deklaruan se drejtorët e lartë policisë të shtetit kishin urdhëruar efektivët e qyteteve tjera që të angazhoheshin në protestë me qëllimin e vetëm frikësimin e protestuesve dhe zhbërjen e protestës, ndërkohë qytetarët njoftuan se shumë shpejt do të bëjnë të ditur protestën e radhës mbarkombëtare, ku pritet që edhe diaspora shqiptare të bashkohet masivisht. Pas më shumë se 2 orësh qëndrimi para kryeministrisë, qytetarët marshuan në rrugët kryesore të kryeqytetit.